Lëshoi urdhër arrest për Netanyahun, Shtetet e Bashkuara të Amerikës godet gjyqtarin francez. Lëshoi urdhër arrest për Netanyahun, SBA godet gjyqtarin francez, i bllokon kartat dhe gjyqtari francez Nicolas Guillou përballet me vështirësi financiare pasi e gjeti veten në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 50 vjeçari që kryesoi panelin e gjykatës ndërkombëtare penale për lëshimin e urdhër arrestit ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në vitin 2024 tha për France 24 se janë bllokuar kartat e kreditit, nuk porosit dhe nuk rezervon dot më online. Gjyqtari, i cili ka qenë gjithashtu edhe ish antar i gjykatës speciale për Kosovën, e cilësoi këtë situatë një kthim 30 vjet prapa në një botë digjitale si kjo e sotmja në Francë. Të gjitha sistemet e pagesave kontrollohen nga amerikanët dhe gjyqtari është përjashtuar prej tyre. Shefi i Elizes, Emmanuel Macron, ka shkruar 7 letra duke kërkuar heqjen e sanksioneve ndaj 50 vjeçarit, por autoritetet amerikane ende nuk i kanë dhënë një përgjigje pozitive. Një burim në Elise i tha France 24 se Parisi zyrtar po vazhdon të ndjek çështjen përmes diplomacisë. Gjyqtari vetë u shpreh se beson se do të mbetet në listën e sanksioneve gjatë mandatit të dytë të presidentit amerikan Donald Trump dhe paralajmëron se kjo situatë mund të ketë pasoja më të gjera nëse prokurorët kanë frikë të ndjekin penalisht, nëse avokatët kanë frikë të mbrojnë, nëse gjyqtarët kanë frikë të gjykojnë, nëse parlamentarët druhen të miratojnë ligje dhe ministrat kanë frikë të zbatojnë. Atëherë nuk ka demokraci, deklaroi ai.